për persona që janë të nakëshyrë, që mujnë me po këtë storja dhe potencialisht kanë mendime vetvrasëse. Cili është mesazhi jo? Mesazhi im kryesor është që nuk je vet, edhe që linja e jetës definitivisht është këtu për ty. Që nëse ndjesh sikur nuk mundesh me fol me shoqëni ose me familje, kurdo që ke nevojë, mundesh me kap telefonin edhe me na kontaktu, sepse për ne na merakosme për ty edhe dojmë me pas sa më mirë. Brenda 12 muajve tashëm na duhen dikon 20.000 euro. Prej momenti që e pranoni një thirrje, çish funksionon? Përshëndetje, burim linja e jetës, qendra vetme telefonike për parandalimin e vetvrasjeve në Kosovë ka nevojë për mbështetje financiare që me vazhdu ofrimin e shërbimit. Momentalisht funksionojnë 4 orë gjatë ditës, të pranua dhe thirrje dhe chats prej krejt njerëzve që kanë nevojë për mbështetje emocionale e me u dëgju pa paragjykime. Jemi detyruar që me zvoglu orarin për shkak të krizës financiare. A mendon që kishe mujt me bo një storje për linjen e me kërku që bizneset që bashkëpunon me to ose njerëzit me dhuru pare që linja me qenë funksionale. Linja e jetës janë herojnët e vërtet të jetës reale, kauzën e kanë esenciale, e dina krejt që ka bën linja e jetës, kështu që unë kom vendosë sot me shku mi vizitu edhe me u njoft prej afër me sfidat e tyne. Hajde? Këtu na thanë që është zyra e linjës. Përshëndetje. Si je? A je mirë? Svedia na ke shkru ti, na ka shkru dikush prej juve, na i njoftum që kena me ardhë. Ju jeni... Jam Ilsa, jam menaxherja e projektit linjës jetës. Hera e parë që po vi këto, për ndryshe kauza, cilën e përfaqësoni është esenciale, kështu është e jashtëzakonshme që ka bëni ju për gëzoj. Faleminderit shumë. A mundesh me na kallëzu pak a shumë për linjën e jetës, unë e di, po për njerëzit që na këshyrin, çka bëni saktësisht ju? Domethënë, linja është qendër për parandalimin e vetvrasjes, na pranojnë thirrje edhe çata prej personave që kanë mendime për vetvrasje ose që kanë ai shqetësim tjetër emocional, po që kanë nevojë me bisedu me dikon që as nuk i paragjykon, as nuk i njeh, domethënë që ndelihet pak a shumë me stigmën që ekziston në Kosovë. Edhe na i pranojnë këto thirrje veçantë tentojnë sa më shumë ju qëndru afër në çato momente të krizës. E çish funksionon yllës është një numër, domethënë, ku njerëzit që kanë mendime vetvrasëse mujnë me thirrë dhe në anën tjetër e hap ose të përgjigjet dikush që është i kualifikuar, është vullnetar, është çish funksionon që kjo? Domethënë, anën tjetër është domethënë një vullnetar ose vullnetare që i pranon këto thirrje ose chats, mënyrë që mu bë vullnetar dikush, duhet me ndjek një trajnim që është i bazuar në një trishën e Holandës, edhe kemi marrë shumë materiale prej Befrienders, që është një rrjet i qendrave për parandalimin e vetvrasjes, edhe International Association for Suicide Prevention. Çfarë turne punoni, sa orë ditë punoni, sa vullnetar janë të angazhuar te linja? Okej, domethënë na punojna prej 10 mëngjesit deri në 2 pas mesnatës, domethënë ky orar ka me vazhdu deri me 29 dhjetor. Për 29 dhjetorit për fat keq kemi me reduktue orarin për shkaqe financiare, edhe kemi me punu vetëm 4 orë brenda ditës, prej orës 18 deri në orën 22. Vullnetarët i kemi më shumë se 25 vullnetar. Që pranojnë thirrjeve chat, zakonisht presin prej vullnetarëve tonë që mi plotësu 16 orë brenda muajit, mi po shpesh vullnetar, domethënë i kalojnë këto 16 orë që më na ndihmu neve sa më shumë. Domethënë sfidën më të madhe aktualisht e keni me situatën financiare, nuk keni më fonde. Çka e ka nxit që gjendje me ardhë që kjo situatë se ju veprani që 6 vite më duket? Po, na jemi... A keni qenë që si pozite më herët edhe... Na vazhdimisht kemi pas vështirësi ekonomike për arsye se kemi shumë pak mbështetje institucionale. Sa shpesh pranoni telefonata jo dhe qysh është perceptimi rreth linjes jetës, sa keni sukses në ato që e bëni, ose nashta vështirë është me matë, kështu me statistika, mirë po sa janë të hapur njerëzit për me thirrë dhe sa janë vedisu për me thirrë te linja e jetës momentin që kanë
mendime tilla. Po, na mund me thonë që ma shumë se 10.000 thirrje dhe që si kena pranu për ton këto vite. 10.000 janë shumë pak. I kemi statistikat mujore, do me thonë 2 mujoqe dhe 3 mujoqe që i nxjerrim edhe afro 300 thirrjeve i pranojna. Kështu që është një numër kogja i madh, tu i marr parasysh se tash kemi edhe qaten. Edhe të qate kemi dikon brenda mujit i kemi 3-4.000 persona që na kontaktojnë. 3-4.000 persona në mujt, okay. Tash, mundet me kanë, na kemi edhe thirrjet përsëritura, edhe qest përsëritum, mirë po se cili ka nevojë me bisedu. Nuk ka lidhja është thirrja po qati përsëritum, se cili ka nevojë, do me thonë prej tyne, nëse e shohin ata të arsyeshëm me na kontaktu, do me thonë ka nevojë me fol me neve. Tash, kjo është një shifër kogja e madhe që na me reduktu oraren për krahase me 16 orë që kena me reduktu në 4 orë. Na nuk kemi statistika sa persona ju kena ndihmu, po veç se kena feedbackun prej persona që na kanë kontaktu. Do me thonë, ku na thiren edhe na thonë vetëm që hej, na ke shpëtu jetën. Kur ka doj ka nga Dafina Zeqire, dura, edhe ajo kanë tepër shumë thirrje kemi pas, për shkak që o ekspozu linja qatë shumë në për media, edhe normal, për shkak të famës që e ka Dafina Zeqire. Po tash kemi edhe shumë faktor tjerë, nëse na dalim ma shpesh në për media, kemi thirrje ma shumë për shkak që ekspozuam ma shumë. Cili është buxheti juve që ju ndihmon me siguru mbijetesën me orar të plotë, do me thonë që keni qenë brenda le të themi 12 muajve të ardhshëm. Brenda 12 muajve të ardhshëm na duhen dikon 20.000 euro. 20.000 euro, do me thonë. Tash që ky buxhet shkon ju kishë edhe vullnetar, njerëz që punojnë pa pagesë. Qysh shpërndahet, ku shkon saktësisht? Po, do me thonë e kemi pjesën e stafit, e kemi pranimin e thirrjeve, për shkak se na paguna për persona që na kontaktojnë. Do me thonë, nëse dikush na kontakton, komplet këto shpenzime kalojnë do me thonë te linja jetës. Mirëmbajtjen e qatit, supervisors, transportin e vullnetarëve edhe do me thonë senet ushqimore që na nevojitën, mirëmbajtja e kompjuterave edhe pajisjeve elektronike që na nevojitën për me mirëmbajt, do me thonë, shërbimen. Përshëndetje, qysh je? A je mirë? Burime. Elian, ju jeni vullnetar të linja jetës. Po. A mundesh me na kallëzu paka shumë qysh është me qenë vullnetar linjën e jetës, edhe qysh është me pas eksperiencat përditshme, me telefonata, me njerëz që kanë mendime për vetvrasje dhe sa është sfiduese me ju ndihmu edhe sa do të me qeni përgatitur qoftë emocionalisht, qoftë edhe fizikisht për me jep ndihmë kësaj momente kaq fragjile në për të cilat kalon një person. Definitivisht kisha thonë që përvoja e linja jetës është një përvojë që të evolon si njëre, pasi që unë para se marrë kam qenë student i psikologjisë, edhe do me thonë kur kam marrë, definitivisht diçka që në aspektin profesional më ka ndihmu tepër, sepse ato gjëra që i kem mësuar në lektyrë, në ligjërata, për dëgjem aktiv, për më ndihmu në aspekte të ndryshme atë që tu e ki pas rastin që për me praktikuar ato. Prej momentit që e pranoni një thirrje, çish funksionon? Edhe sot gjatë mundet me zgjatë një thirrje. Fillimisht do me thënë kemi disa faza të cilat i respektojmë në çastet kur i marrim thirrjet, edhe më të rëndësishme sigurisht e kemi fazën e sigurisë. Jemi qendër telefonike për parandalim vetvrasjes dhe vetëm duhem me siguru që thjesht në këtë rast është i sigurt. E pyesim për shembull se a është një vend sigurt, a ka mendime për vetvrasje, mundojmë me që me i ditë këto specifika që pastaj edhe me u fut më fill në to, edhe ç'to zakonisht fillan. Edhe pastaj i pyetim që sa kohë ka këto mendime, a ka ndonjë plan specifik, a ka pas tentime të kaluara për vetvrasje, edhe në bazë këtyre pyetjeve të cilat i ndërtojmë në fazën e parë, vazhdojmë pastaj me fazën e eksplorimit, me fazën e bashkëndjenjave dhe pastaj edhe në fazën e përfundimit. A mbani raport me personin që ju kontakton ose a bëni në i farë orari kur mundet mi u thirë për apaj, apo është one time call, është thirrje një hershme qaty për qaty, me shmang prej aty në mendimeve. Vetëm ja u cekim personave që na thirrën, që edhe nëse është thirrje përsëritur edhe ka dëshirë me thirrë prapë, mundet me vendos novë ose diçka tillë dhe ja u cekim që çdo vullnetar që e ka telefonin, ka me dhënë 110% e tij që nuk ka aty prapë person. Sa ka nevojë Kosova për linjën e jetës? A mundesh me na kallëzu sa ka shtim numrit njerëzve që kanë mendime vetvrasëse?
Unë kisha thonë që Kosova ka shumë nevojë për linjën e jetës, sepse ja ofrojmë njerëzve këtë mundësinë që me folë me neve ato që ndoshta nuk munden me bisedu me familjar, në shoqëni ose me dikon tjetër. Edhe puna që është që edhe psikologi, koncepti psikologët akoma vazhdon me qenë pak tabu të na, që mos më pasi i smut ose që i vendosin këto etiketa për njerëz. E linja e jetës veç është ajo vendi i sigurt që njerëz mu shpreh çka kanë mu shpreh edhe pa paragjykim. Na kur e planojmë thirrje nuk kemi numër, nuk kemi emër, nuk dim kur ço tillë, edhe prandaj njerëz e shohin edhe më të lehtë me fol me neve, me nda me neve këto gjëra. Edhe nëse nuk ndjen rahat me fol, mundon me na shkruajtë në chat. Për personat që janë të na këshyrë, që mujnë me po këtë story edhe potencialisht kanë mendime vetvrasëse, cili është mesazhi jo? Mesazhi im kryesor është që nuk je vet, edhe që linja e jetës definitivisht është këtu për ty. Që nëse ndjesh sikur nuk mundesh me fol me shoqëni ose me familja, kurdo që ke nevojë, mundesh me kap telefonin edhe me na kontaktu, sepse për ne na merakosme për ty edhe dojmë me pas sa më mirë. A mundesh me nda me neve një numër kontakti ose ku qish mujnë me kontribu njerëzit që shohin këtë storje me u bashkangjit kauzës për mbijetesën e linjes? Do më thonë në rrjetet sociale, në Instagram edhe në Facebook të linjës së jetës, i kemi të dhonat bankare, mirë po në njëjtën kohë kemi një faqe në Patreon ku mundesh me pas një membership edhe mundesh në baza mujore me kontribu në linjën e jetës. Okej, e qartë. Falenderoj shumë, ishte knatësi, qëre qitë numrin poshtë, edhe gjera llogarisë sigurisht ka me u shfaqi grafikisht këto, me kontribu të linja e jetës e pat njerëz, kauza e linjes është esenciale për mbijetesave dhe nëse veç është e nevojshme edhe me u cek, na sigurisht kena me kontaktu edhe me biznese personalisht edhe me këqyr sa janë të gatshëm me kontribu për me ja u siguru të paktën për një periudhë tjetër kohore mbijetesën linjës,